Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Rreth 3 minuta së bashku për të ndërtuar një jetë të bekuar. Sot do flasim për dashurinë sakrifikuese. A dini se kur një grua sheh që burri i saj sakrifikon për të, jo vetëm me fjalë, por me kohë, me durim, respekt, butësi, gruaja ndihet e sigurt dhe e plotësuar. Dashuria që nuk sakrifikon është një dashuri e papjekur, e paplot. Ndërsa dashuria që sakrifikon bëhet stre sigurie. Një sigurie e cila na rrëmben, na inkurajon, na nxit në vijim të udhëtimit ton në martesë. Bibla deklaron tek Efesianët kapitulli 5, vargu 25. Burra duajini gratë tuaja sikur Krishti e deshi kishën. Sipas Biblës, dashuria nuk është diçka thjesht romantike, asnjë ndjenjë e përkohshme, por një vendim i përditshëm për të sakrifikuar veten për tjetrin. Pali nuk thot duajini gruan sipas humorit, rrethanave apo sipas asaj që merrni prej saj, por ashtu siç Krishti e deshi kishën. Dhe si e deshi Krishti kishën? Duke dhënë jetën e tij për të. Tregoj një histori mbi Abraham Lincolnin dhe martesën e tij. Ai ishte martuar me gruan me emrin Mary Todd Lincoln, e cila emocionalisht ishte shumë e brisht, shpesh ishte e ashpër me të dhe e paqëndrueshme në jetën e saj emocionale. Shumë burra do të ishin larguar ose do të ishin mbyllur në vetmi. Por Lincolni zgjodhi të qëndronte, të duronte, të mbante barrën dhe të mos e braktiste familjen e tij edhe kur kjo i kushtoi atij emocionalisht, mbase edhe publikisht. Ai mund kishte thënë do të vdisja për gruan time nëse do duhej. Por sakrifica e tij ishte shumë e thellë, ai jetoi për të. Çdo ditë, duke mbajtur peshën e një marrëdhënie të vështirë, me durim dhe me përkushtim. Kjo na kujton se dashuria e vërtet nuk është heroizëm i një momenti, por një besnikëri dhe një përgjegjësimarrje e përditshme. Së pari më ju them se modeli i dashurisë martesore është Krishti, i cili nuk kërkoi të gjejë një kishë të përsosur. Ai e deshi kishën kur ajo ishte e dobët, e papjekur, e papërsosur. Dashuria e tij nuk ishte reagim ndaj bukurisë së saj të jashtme, por burim i transformimit të saj. Kështu dhe në martesë, burri është thirrur të dojë jo sepse gjithçka është e përsosur, por që gjithçka të shkojë drejt shërimit dhe rritjes. Së dyti, dashuria biblike është veprim, jo vetëm ndjenjë. Shumë burra thonë, do të vdisja për gruan time. Por e dini që Krishti na mëson diçka më të vështirë? Të vdesësh për krenarinë tënde, për egoizmin, për dëshirën për të pasur gjithmonë të drejtë, për rehatin tënde personale. Këto na mëson Krishti. Dashuria e Krishtit nuk ishte thjesht një deklaratë, por ishte kryqi i tij, vuajtje dhe dhimbje. Dashuria jonë duhet të ketë gjithashtu kryqin e saj të përditshëm. Ndaj sakrifica gjithnjë ndërton siguri dhe besim. Pyetja sot nuk është a do të vdisja për bashkëshorten time, por pyetjet janë këto: a jam gati të dëgjoj më shumë dhe të flas më pak? A jam gati të heq dorë nga e drejta ime për të fituar një debat me të? A jam gati të sakrifikoj kohën time, lodhjen, rehatin për të? A jam gati të jemi but edhe kur jam i lodhur? Dashuria e Krishtit nuk na fton në heroizma të rralla, por në bindje dhe përkushtim të përditshëm. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Perëndi dashur, na mëso të duam jo me fjalë të mëdha, por me një zemër të përulur. Na mëso të sakrifikojmë veten, siç Krishti e sakrifikoi veten për ne. Bëj dashurinë time një pasqyrim të dashurisë tënde. Zot, bekoj vëllezërit dhe motrat e mi, miq tanë që janë duke na ndjekur tani, beko martesat e tyre. Lutem o Zot që çdo e mirë që buron prej Teje të jetë mbi ta, në emrin e Jezusit. Amen. Mezi pres t'ju takoj sërish nesër në 3 minutë që në ta.